Nëse do të mund të ktheheshit në fillimet e krishterimit dhe të ndiknit shërbese e paret e kishës së hershme, mbase do të habiteshit kur të kuptonit se ajo ishte shumë e ndryshe nga çfarë imagjinojmë sot. Nuk kishte tempush madhështore, strukturat e organizuara apo rituale komplekse siç mendojnë shumë njerëz. Ekzistonte diçka më e fukishme, një komunitet i mbledhur në tension, besim dhe transformim mes përngjegjeve dhe ndryshimeve të thella. Ne këtë video do të zbuloni se si ndodhnin vërtet këto takime. Çfarë mesohej? Si merrnin pëgjese njerëzit dhe cilët elemente historike u harruan ose u zbuten për gjatë shekuqve. Kë ndroni deri në fund sepse pika e fundit zbulon një praktike themelore të kishës së hershme që mund të ndryshojë plotësisht vizionin tuaj mbi origjinën e shërbesave të krishtëra. Regjistrohuni në kanal tani, lini pelkimin tuaj dhe shpërndajeni me ata që dëshirojnë të njohin historinë biblike pa filtra. Si ishte shërbesa e parë e kishës së hershme. E vërteta që nuk u kanë treguar, pse djetë dite pas krikëzimit më të famshëm të historisë, 120 njerëz ende fshiheshin. Portat e kiqura, zerat e ulet, frikë reale se do të ishin të radhes. Gjeruzalemi gelonte plotësisht nga pelegrinet preshte pakten 15 djetë kombeve të ndryshme, por ai grup mbetej i padukshëm, i ngjeshur në një shtëpi të thjeshtë, pa tempull, pa strukture, pa plan. Askush ati nuk e imagjinonte se në orët në vijim do të lindte televizja koja do të ndryshonte fakën e planetit. Viti ishte parafersisht 33 i erës soni. Pashka judaike kishte kaluar para pak më shumë se 7 xhavesh, dhe tani qyteti përgatitej për një tjetër kremtim të madh. Shavuot, festa e xhaveve, e njohur nga grekët si Reshagjet. Historianët vlerësojnë se Jeruzalemi, një qytet që zakonisht strehonte rreth 20.000 banore, priste në këtë kohë midis 200.000 dhe 300.000 njerëz. Pelegrinet vinin nga të gjitha drejtimet e botës së njohur. Gjuden nga Mesopotamia, Kapadokia, Ponti, Azia e Vogël, Egjipti, Libia, Roma. Flisnin gjuhë të ndryshme, veshnin rroba të dallueshme, mbanin thekset e tokave të largëta. Por të gjithë ndanin të ngjeshtin besim parardhes dhe të ngjeshtin destinacion. Të ngjiteshin në tempullin e Jeruzalemit për të kremtuar denjen e ligjit në malin Sinai. Tempulli ishte një strukturë absolutisht kolosale. Herodi i madh kishte investuar 26 vjet në rindërtimin e tij, duke e shndërruar në një nga ndërtesat me mbresëlenese të botës antike. Guret e tij arrinin të matnin 12 metra gjatësi dhe peshonin kindratone. Kolonat e portikut ishin me shumë se 12 metra të larta. Arikjeve shepgjese të strukturës paskiron të dielin e shkretetires me një intensitet të tilesake. Si pas historianit Flavio Josefi, ishte pothuajse e pamundur të shikojë drejt për drejt ndërtesen në mesdita. Pelegrinet që mberrinin për herë të pare shpesh binin në gjungje për para asaj pamgjegje. Ndërsa kjo turme pushton të rrugat, një grup shumë më i vogël qëndron të jashtë fushë pamgjes. Rreth 120 njerëz, si pas rrëfimit të librit të veprave, kapitulli 1. Burra dhe grake kishin ndjekur Jezusin e Nazaretit gjatë 3 viteve të ministrisë së tij publike. Mes tyre ishin 11 apostujt e mbetur, pasi Juda Iskarioti ishte varur pas tradhtisë. Ishin gjithashtu Maria, nëna e Jezusit, gratë qera që e kishin shoqëruar, që nga Galilea, dhe vëllezërit e Jezusit, të cilët gjatë ministrisë së tij nuk kishin besuar tek ai. Por tani, pas dëshmive të ringjalljes, ishin mbledhur atij. Mendoni skenarin. Këta njerëz kishin dashmuar gjëra të jashtëzakonshme. Sherime që sfidonin çdo shpjegim mjekësor. Të verberke nga lindja që shikonin. Paralitike presh dekadash që eknin. Lebrose me lekurete restauruar me njëherë. Shumim i ushkimit që ushkiu 5.000 burra, plus grade femigje me vetëm 5 bukete di peshk, duke të pruar ende dimbedgjet e shporta me therrime. Fshale që e ballafakonin autoritetet fetare me të fukishme të e kombit. Dhe pastash, në sheshqe oresh, pa në gjithë shka të shëmbegj, arrestimin e mes të nates, gjiki mashtrus para pilatit, fshikullimet që gresnin mishin deri në ekspozimin e kotkave,
Nje krik Romakke mbit gjeten e nxeriut kë ata besonin se ishte Mesia i premtuar. Krikëzimi Romak nuk ishte thjesht ekzekutim. Ishte poshterim publik i llogaritur. Jezusi mbeti i varur parafersisht 6 ore, nga mesdita deri në orën 3 pas ditës, sipas ungjijve. Mbi kokën e tij një pllake në hebraisht, latinisht dhe grekisht deklaronte akuzen: Jezusi Nazarias, mbreti i judenjve. Ushtaret romake ndane rrobat e tij me stajre, duke hedhur zare per mantelin pa kepgje. Kalimtaret taleshin. Udhëheqësit fetare per keshnin. Vete kriminalet e krikezuar pranë tij fillimisht e fjenin. Me pas erdhi trondiqe absolute ringjalljes. Varri i zbrazet në mengjesin e dite se treta. Guret dimetra ta gjeret e rokulisuranash. Rojet romake ke kishin i kurtet me ruar. Shfaqjet ke filuan me grated he u shume fishuan per gjate 20 diteve. Jezusi duke treguar shenjat e goshdeve na Eduarde në bringje. Duke ngrene peshk të pjekur per të provuar se nuk ishte fantazme apo halusinacion kolektiv. Duke ju shfakur grupeve deri në pesekind njerëz njëherësh, siç do të regjistronte pali vite me vone në letren e tij drejtuar korintazve. Pesekind dëshmitare okulare, gjonje vizion privat. Gjë ngjarje e verifikueshme nga kindra njerëz. Gjatë 20 diteve, Jezusi vazhdoi të shfaqej, duke mësuar mbi mbretërinë e Perëndisë, duke i përgatitur për diçka që ende nuk mund ta kuptoni. Shpjegoi shkrimet. U hapi mendjen për të kuptuar se si Mosiu, profetet dhe psalmet tregonin për të. Dha udhëzime shumë specifike, i ngarkoi ata të benin dishepuj nga të gjitha kombet. Dhe pastaj, me ne fund, ngjitja në Kiel, në malin e ulingjve, rreth 1 kilometër në lindje të Jeruzalemit. Jezusi dha udhëzimet e fundit. Mos u largoni nga qyteti derisa të merrni premtimin e Atit. Frajma e shenjtë do të vinte mbita, dhe do të merrnin fuki për të këne dëshmitarin në Jeruzalem, në të gjithë Judene, në Samari, dhe deri në skagjet e tokës. Pasi takete, u ngrit lart parasive të tirë derisa një re e mbuloi. Diengjaj u shfaken dhe tani se një të ngjajten mënyre si që panet e ngjitej, ashtu ai do të kthehej. Të ngjekind e ngjezetet u kthen në Jeruzalem dhe u mblodhen në ngjesenakull, ngje domene katin e sipërm të ngje shtëpje. Cenakullet ishin të zakonshme në arkitekturën judaike të kohës, përgjithësisht të përdorura për vakte festive dhe mbledhje familjare. Hapësira ishte modeste, ndoshta midis 20 dhe 60 metra katrore. Aqe këndruan në lutje të vazhdueshme, duke kembengulur se bashku, duke pritur pa e ditur saktësisht se çfarë të priznin. Sa kohës gjati kjo pritje. Teksti biblik nuk detajon çdo ditë, por e dime se ishin parafersisht 10 dite midis ngjitjes dhe rreshagjeve. 10 dite të tëra pa siguri absolut. 10 dite pa manifestim mbi tajror. 10 dite në të cilat mund të kishin hekur dorë. Ta ishin këtjerë në profesionet e tyre të vjetra. Ta ishin këtjerë në peshkim në Galile. Ta kishin rifilluar gjetet e tyre të mëparshme. Pietri, Gjakobi dhe Gjoni ishin peshkatare me pervogje. Mateu dinte të merrej me taksat dhe finankat. Te gjite kishin aftesi që mund t'i përdornin për të rindartuar ekzistenca normale. Por nuk e bene këte. Këndruan. Dhe çfarë do të benit gjune vendin e tire? Ta mbillur në një shtepi nga Afrika e të njëjtave autoriteti që kishin krikezuar udhëheqjesin tua gjave me pare. Pa burime financiare të rëndësishme. Pa plan zgjerimi të dokumentuar. Pa strukture organizative. Vetëm një premtim i bere nga dikush që nuk ishte me fizikisht i pranishem. Besimi i kërkuar në atë moment nuk ishte abstrakt apo teologjik. Ishte konkret, i përditshëm, i rrezikshëm. Çdo ditë pritjeje ishte një ditë senueshmëri. Atëherë erdhi dita e rreshagjeve. Dita e 50 e saktë pas Pashkës. Shtëpia ishte plot. Ngjekind e ngjezet njerëz në ngje hapësire ndoshta gjo me tema dhe se 50 metra katrore. Inkshëhtesja e Jeruzalemit në fund të pranveres, me temperatura që shpesh kalonin 30 grade. Trupa pranë njëri tjetrit.
frymëmarrjet e perziera, dhe papritur pa paralajmërim, pa përgatitje liturgjike, pa ritual që mund të kishte provokuar atë që ndodhime pas. Teksti i veprave kapitulli di e përshkruan kështu: papritur erdhi nga qielli një tingull si i një erë e vërullshme dhe mbushit e gjithë shtëpin e ku ishin ulur. Dhe u shfaken gjuhe si prej zjarri, ku e u shpërndane, dhe mbi seselin prej tyre u ndal nga një. Të gjithë u mbushen me frajmen e shenjte dhe filuan të flisnin në gjuhe të gjera, ashtu si frajma u jepte atyre të flisnin. Le të bëjmë një pauze këtu dhe të përmasojmë atë që teksti po përshkruan, se pari, tingulli. Nuk ishte ere që hinte fjale për fjale nga dritargja. Ishte një tingull i ngjashëm me erën e dunshme, të vrullshme, si stuhi, por që vinte nga qielli. I fortem gjaftueshëm për të tërhe kurve mëngjen e njerëzve që ishin në afërsi, ndoshta dhe jetëra ose kindra metra larg. E gjithë shtëpia u shtoi nga ai gjemim që nuk ishte shpëgjegim natyror. Me pas, gjuhet si prej zjarri. Zho zjarr fjale për fjale që e digshte os konsumonte. Diçka që e kishte pamgjën e flakes, e ndritshme dhe e gjalle, që u ndal individualisht mbi çdo person të pranishem. Gjo vetëm mbi apostujt, gjo vetëm mbi burrët, mbi të gjithet në gjikind e ngjezetet, burra dhe gran gjellogj, udhahekes dhe njekes anonime. Dhe se cili prej tyre mori pesen e tajta dukshme të ati manifestimi mbi natyror. Dhe pastaj të folurit në gjuhe të gjera. Kjo eshte pika që gjeneron me shumë konfuzion kur leksohet si përfakesisht ose ngjihet vetëm nga rrëfime ditesore. Nuk ishin tingushte pa kuptueshëm apo belbezim ekstatik. Ishin gjuhe reale, gjuhe njerëzore, kjo e ata njerëz nuk i kishin studiuar kurre, por këtë tani rridnin nga gogjet e tyre me artikulim të persosur dhe gramatike të sakte. Si e dime që ishin gjuhe reale dhe gjotesht manifestim emocional. Sepse teksti vazhdon duke shpjeguar atë që ndodhi gjashte. Tingulli tërhokin gjetur me kuriozi dhe të konfuzuar. Gjudën që të devoqem të ardhur nga tek gjitha kombet në kjel, si pas rrëfimit, dhe se cili i dagjonte ata të flisnin në gjuhen e tigj amtare, dialektin e tigj specifik, shprehjet e tigj rajonale. Teksti liston të pakten 15 të rajone të ndryshme, partet, medjet, elamitet, banoret e mesopotamise, të judese, të kapadokise, të pontit dhe të azise, të frigjise dhe të pamfilise, të Egjiptit dhe të krainave, të libise prane Kirenes, romaket banues në Jeruzalem, si gjudënj ashtu edhe prozelite, kretas dhe arabe. Imagjinoni skenen. Ju jeni një jude që keni lindur në Rome. Jeni rritur duke folur latinisht në rruget e kriekitetit të perandorise dhe keni mesuar hebraisht dhe aramaik për studimet fetare. Keni udhëtuar me shumë se 1000 kilometra gjave lundrimin e përmesde për të kremtuar reshagjet në Jeruzalem. Dhe pa pritur duke kaluar në një rrugë çfaredo, dëgjoni Galileas, të dallueshem nga teksti karakteristik që denokonte origjinen provinciale, duke folur një latinisht të persosur mbi madhështite e perendise. Gjo latinisht librash, latinisht bisedore të romes, ose keni ardhur nga Egjipti. Gjuha gjuaj amtare eshte një variant i grekishtes Aleksandrine, me shprehje dhe shkiptime që ekzistojnë vetëm në komunitetin judaike të Aleksandrise. Dhe këta peshkatare pa arsim formal po shpallinte vërteta shpirtërore në dialektin tuaj specifik, duke përdorur terma që vetëm dikush i rritur në lagjet judaike të Aleksandrise do t'i ngjihte. Teksti regjistron di reagime të kundërta të turmes. Disa mbetente habitur dhe sinqerisht të mrekulluar, duke pjetur njëri tjetrin se çfarë mund të nënkupton të kjo. Të qere taleshin hapur, duke të hëne se ishin të dehur, plot me vereta embel, të pafte për të pranuar se diçka mbi natyror mund të ndodhte të parasive të tire. Ashtë në këtë moment që pjetri bën diçka që gjave me pare do të ishte absolutisht e pa imagjinueshme. Ingjashti njeri që mohoj se ngjehte Jezusin 3 herë në një natë të vetme, i tmeruar para një shërbetore të thjeshtë që e njohu në oborrin e krye priftit, tani ngrihet para migjera njerëzve armikesore dhe ngrezerin me autoritet. Fjalimi i tij, i regjistruar në vepradi, nga vargjet 14 deri në 21,
konsiderohet nga historianet dhe teologet si predikimi I pare I krishtere I historisë, dhe ai nuk fillon me klishe fetare apo hyrje të kujdeshme. Fillon duke çmontuar akuzen e dehjes me një argument praktik dhe të pakundërshtueshëm. Është vetëm ora 9 e mëngjesit, ora e 3 e ditës në sistemin judaike. Shumë herët kës do jude I respektueshëm të jetë I dehur, veçanërisht në ngjeditë feste fetare kur vera e pare do të shërbehej shumë me vonë. Atëherë Pjetri bën diçka që do të përcaktonte tek gjithë predikimin e krishtere primitiv. Ai lidh atë që po ndodhte me shkrimet hebraike që tek gjithë ati I ngjihnin. Citon profetin Joel, I cili shekuj me pare kishte parathenesën e ditet, I fundit Perëndia do të derdhte frymen e t'i gjembi që dumish. Biçte dhe bigjat do të profetizonin, të rinjtë do të kishin vizione. Të moshuarit do të shihnin ëndra profetike, madje edhe mbi shërbetoret dhe shërbetoret, klasat me të uletat e shokerise, fryma do të derdhej. Ajo që duhet të kuptoni është se ky citim ishte sinqerisht revolucionar. Në traditën judaike të vendosur, fryma e Perëndisë u gjefaj individëve specifike për detira specifike. Profeteve si Elia dhe Eliseu, mbretërve si Davidi dhe Salomoni, gjiktareve si Samsoni dhe Gedeoni. Njerëz të zgjedhur të vajosur për funksione të jashtëzakonshme. Ideja se fryma do të derdhej mbi çdomish, duke përfshirë shërbetoret, skleverit dhe gratë, tjente plotësisht hierarkinë e shpirtërore që organizonte shokerinë fetare judaike prej shekush, por Pjetri nuk ndalet te profecia e Joelit. Ai avankon drejt për drejt në këndren absolut të mesazhit të taj, Jezusi I Nazaretit. Një njeri I miratuar nga Perëndia para jush përmes mrekullive, çuditërave dhe shenjave, ku e Perëndia beri përmes taj në mesin tuaj, siç e dini edhe vetë. Këtë njeri të dorezuar sipas këshillit të caktuar dhe parangjohjes së Perëndisë, gjue krikëzuar dhe e vrate me duart e njerëzve të ligjë. Por Perëndia e ringjalli, duke zgjidhur lidhjet e vdekjes, sepse ishte e pamundur që ai të mbahej prej saj. Vezgoni strukturën e argumentit. Pjetri nuk po u prezanton Jezusin njerëzve që nuk kanë dëgjuar kurrë për të. Ai po u flet njerëzve që ishin në Jeruzalem gjatë krikëzimit, që ndoshta pane ose dëgjuan mbi ngjarjet, që mund të kenë në turmen që bertiste krikëzoje para Pilatit. Ai I referohet njohurise se drejt për drejt që ata tashme kanë. Ju e dini, ju e pate, ju I shit pjesë e kësaj. Dhe pastaj vjen akuzaje drejt për drejte që përshkon të gjithë fjalimin si një heshte. Ju e krikëzuat dhe e vrate. Pjetri nuk e zbut, nuk kërkon gjuhë diplomatike, nuk përpiket të pelkehet. Ballafakon drejt për drejt për gjegjesin e kolektive të ati gjibrezi. Per të fundamentuar ringjalljen, Pjetri citon psalmin 67, që I atribuohet mbretit David. Nuk do të lesh shpirtin tim në Hades, as nuk do të lejosh që I shenjti yt të shohe kalbjen. Argumenti që ai ndërton është I thjeshtë edhe absolutisht shkatërrues. Davidi nuk mund të fliste për veten e tij, sepse Davidi vdik, u varros dhe vari I taj mbetet mes nesh deri me sot. Të gjithë në Jeruzalem I njihnin varin I Davidit. Ishte një monument I dukshëm, I verifikueshëm, që askush nuk mund ta mohonte. Prandaj, duke kene profet dhe duke e ditur se Perëndia I ishte betuar se nga friti I gjeve të ti, nga pasardhësit e ti, du të ngrinte Krishtin për të ullur në fronin e ti. Davidi foli paraprakisht për ringjalljen e Krishtit. Pjetri vazhdon të ndërtoje argumentin e ti, këtë Jezus, Perëndia e ringjalli, për të cilën në të gjithë gjemi dëshmitare okulare. I lartësuar në të gjatëten e Perëndisë dhe duke marrë nga ati premtimin e frajmes se shenjte, ai derdhi këtë që gjutani shihni dhe dëgjoni me shkisat tuaja. Kulmi I predikimit është një deklarate që nuk lej absolutisht asnjë hapësire për neutralitet ose indiferencë. Ta digje pra me siguri mbareshtapia e Izraelit se këtë Jezus, të cilin ju e krikëzuat. Perëndia e beri Zot dhe Krisht. Zot dhe Krisht. Di fjale që mbanin peshe të madhe, po thuaj se të padurueshme, në atë kontekst fetar.
Zot ishte titulli I përdorur për të përkthyer emrin e papronunkueshëm të Perëndisë, tetragramin e shenjtë JHVH në shkrimet hebraike. Krisht ishte termi grek për Mesian, të vajosurin e pritur kë do të rivendoste fronin e Izraelit. Pietri po pohonte publikisht se njeriu I ekzekutuar si kriminal I rëndomte jave me pare nuk ishte vetëm Mesia I premtuar prej mijëvjeçaresh, por merrte pjesë në vetë identitetin hyjnor. Efektit e njerëzit ishte I menjëhershëm dhe visceral. Teksti thotese, duke dagjuar këto gjëra, ndjen zemrën të terror. Fjala greke e përdorur, katanuso, sugjeron diçka si të shpuar, të shpuar, të shpërshkuar. Nuk ishte thjesht një pashtim intelektual me një teze teologjike. Ishte një bindje kjo depertu I tellën e palçën e Kenjes. Pyetja ko e doli spontanisht nga turma zbulon dëshpërim genuin. Velezer çfarë e bajme, nuk ishte një kuriozitet teologjik I distankuar. Ishte një kërkim urgjent I dëshpëruar për një përgjigje përballë një zbulese që kishte çmontuar të gjitha sigurite I tirete me parshmi. Pejitri përgjigjet me udhëzimet e kartat e praktike. Pendohuni dhe secili prej gjush lete pagezohet në emër të Jezus Krishtit për falgjën e mëkateve dhe do të merrni duratën e frymës së shenjtë. Sepse premtimi është për ju, për fëmijët tuash dhe për tek gjithë ata që janë larg, aksa do të terase Zoti, Perëndia ynë. Pagëzimi nuk ishte një shpikje kreshtasisht e re e krishtere. Ishte një praktike judaike e pastrimit ritual, veçanërisht për prozelitet pagane që ktheheshin në judaizëm. Por këtu merr një kuptim rëngjësisht të ri, identifikim publik me Jezusin të krikezuarin që u ringjall. Per një gjude që ta bente këte në Jeruzalem, jave pas krikezimit, me të njëjtat autoritete fetare dhe Roma që ende në pushtet, nuk ishte një gest simbolik I zbrazet apo I lehtë. Ishte një deklarate publike që mund të kushton të jetën. Megjithatë, teksti regjistron se atë ditë u pagezuan rreth 3.000 njerëz. 3.000 vendime individuale të marra në çështje oresh. 3.000 njerëz që zbriten në ugjerat e pagezimit publikisht, para dëshmitarëve, duke marrë një identitet të rikë I ndante nga shumika e popullsisë. Si ishte e mundur të pagezoheshin 3.000 njerëz në një ditë të vetme. Jeruzalemi kishte rezervuare të shumë të rituale, të kuashturmik vot, të shpërndare në për qytet, veçanërisht në afersi të tempullit. Këta rezervuare përdoreshin për pastrime para festave. Apostush dhe besimtarët e qere ndoshta përdoren disa nga këto vende kohësisht. Por ajo që ndodhi pas pagezimit ishte po ak do me thenese sa vete e ngjarja mbinatirore. Veprat e apostullëve kapitulli 2. Vargjet 20 deri në 27. Përshkruan modelin e gjetës që doli nga ajo dite historike. Dhe këtu gjegjet e vërteten që shumë nuk e tregoshne për kultin e paret e kishes së hershme. Ata ngulmonin në doktrinën e apostullëve në bashkësi, në thjergjen e bukes dhe në lutje. Ngulmonin. Fjala greke proskartereo tregon vazhdimesi të palekundur, këndrueshme riditore, këndrim të vazhdueshëm. Nuk ishte një entuziazëm emocional I momentit që u ftoh pas disa javesh kur risia kaloi. Ishte ndërtimi I këllimshëm I një forme tare të jetëses në komunitet. Doktrina e apostullëve nën kuptonte mesimdhënie goxhore të vazhdueshme dhe intensive. Nuk kishte dhjetetare të shtipur. Nuk kishte materiale didaktike të standardizuara. Nuk kishte seminare apo shkolla teologjike. Ajo që ekzistonte ishte kushtesa, e gjalle e burrave dhe grave që kishin e kur fizikisht me Jezusin gjatë e 3 viteve, kishin dëgjuar mesimet e tij drejt për drejt nga goxha e tij, kishin dëshmuar mrekullitë e tij me sitë e tyre. Kjo njohuri e çmuar transmetohej nga personi në person, per seritet që do dite, memorizohej me kushdes, behej pjesë e brendshme e Kenjes. Bashkësia shkonte shumë për taj për shëndetjeve kordiale pas mbledhjeve javore. Teksti grek përdor koinonia, që nënkupton pjesëmarrje aktive në jetën e njërit tjetrit, ndargje reale të burimeve, pranit e vazhdueshme. Te krishteret e pare nuk mblidheshin vetëm për ngjarje fetare të programuara. Ata gjetonin bashke në forme plotësisht të integruar. Dine se çfarë ndodhte në familjet e njërit tjetrit.
Ngjihnin nevojat, gezimet, lufterat e perditshme. Tjergja e bukes ndoshta i referohet vakteve të përbashkëta ku e përfshinin kremtimin e darkesës së Zotit, duke kujtuar vaktin e fundit të Jezusit me dishepushët e tij para krikezimit. Te ngrenit bashkë ishte pjesët helbesore e adhurimit. Nuk kishte ndargje të rrepte midis të shenjtes dhe të perditshmes, midis shpirtërorës dhe materiales. Trajeza ishte vend adhurimi po aksa edhe ushkimi. Luqet tregojnë si momente të luqes kolektive të strukturuar, ashtu edhe praktiken individuale të vazhdueshme të kërkimit të Perëndisë. Të krishterët e pare vazhdonin të frekuentonin tempullin për oret e luqes të përcaktuara nga judaizmi, në nënte të mëngjesit, në mesdite dhe në trete pasdites, por gjithashtu luteshin në shtëpitë e tyre. Duke krigjuar nga shpirtëri kë nuk varej nga vend i vetëm i shenjte apo nga ndërmjetës profesioniste. Teksti vazhdon të përshkruajë diçka edhe me rëngjësisht kundër kulturore. Tek gjithë ata që besonin ishin bashkë dhe kishin të doggjete përbashkët. Shitnin pronat dhe pasuritë e tyre dhe i ndaninte tek gjithë, sipas nevojës së secilit. Lëte përfiti rojme se çfarë do të thoshte kjo realisht në praktikën e përditshme. Jeruzalemi në shekullin e pare ishte një shokeri me pabarazi të medha ekonomike. Disa zoteronin tokate trashëguara prej brezash, prona urbane të vlefshme, burime financiare të grumbulluara gjatë dekadave. Të gjeret jetonin në kufirin absolut të mbijetesës, të varur nga puna e pasigurditore ose nga bamirësia e organizuar nga tempulli. Dhe tani, njerëz nga të diskagjet e shkallës sociale po hynin në të njëjtin komunitet, po uleshin në të njëjtën trajeze, po e të rrisnin njeri tjetrin velezer. Përgjigja e komunitetit nuk ishte krigjimi i një fondi bamirësie të administruar nga një elite dashamireze. Ishte diçka shumë më e thellësisht shperbereze. Pronaret shitnin vullnetarisht ate që kishin grumbulluar dhe shpërndanin vleren për këdo që kishte nevojë. Kriteri nuk ishte kontributi proporcional i logaritur apo djeteshi për kindesh. Ishte nevojja reale e vlerësuar kolektivisht. Kjo nuk do të thote se të gjithë u bënë një lloj të varfër në një nivelim të detyruar. Teksti thote kartës e ndanin sipas nevojës së secilit. Kush kishte nevojë me shumë, merte me shumë. Kush kishte nevojë me pak, merte me pak. Kush nuk kishte nevojë, ndoshta nuk merte asgjë materialisht, por kontribuante për të qeret. Logjika organizuese ishte kujdesi genuin për qetrin, jo uniformiteti artificial i imponuar. Sa i kushtonte kjo dikujt që e kishte prona dometenese. Tokat në Jeruzalem dhe rrethinat, e të vlenin pasurita konsiderueshme në tregun imobiliar të kohez. Një shtëpi e arsheshme në një lokacion të mire mund të vlente ekuivalentin e shumë viteve punete një punetorit të thjeshte. Dhe kishte njerëz që hiknin dore nga keto zoterimet e grumbulluara gjo nga presioni i gjashtem apo detyrimi ligjor, por nga bindja e brendshme e thellëse komuniteti kishte me shumë rendesi sesa grumbullimi individual për të ardhmen. Veprat e apostujve kapitulli 4 përmend specifikisht rastin shembullor të Josefit, një levit nga ishulli i Kipros, të cilit apostujt i dhanë mbiemrin Barnaba. Ky do të thotë bir i ngushëllimit ose bir i inkuragjimit. Ai zoteronte një pronë toke e shiti atë plotësisht dhe e dorezoi tek gjithë vleren të kembet e apostujve për shpërndarje. Një individ i vetëm që zgjedh të sakrifikojë sigurinë e taj financiare të ardhishme për të mbështetur njerëz që sapo i kishte njohur gjave me pare, por komuniteti i hershëm nuk ishte një utopi pa tensione apo konflikte. I njëjti liber i veprave regjistron me ndershmëri, në kapitullin 5, rastin shkëtesues të Ananise dhe Safires, një qift që e shiti një prone, por fshehurazi mbajti një pjesë të vlerës ndërsa pretendonte publikisht se kishte dorezuar gjithçka. Kur u ballafakuan besmas nga Petri, i sili në një fare mënyre e mori vesh gëngjë shtren, të divdiken papritmas. Epizodi zbulon se, pavarësisht idealit të lartë të buxharise radikal, tu ndimi shumë njerëzor për tu dukur me shumë sesa ishte i gatshëm të jepte genuinisht, ekzistonte kjo nga fillimi i komunitetit. Duke u kthyer te modeli i jetesë së përditshme të komunitetit,
veprat divazdonte e përshkruagje, perdite e ngulmonin mengjen e tempull, të jenin buken shtepi me shtepi dhe i mernin vaktet me gezim dhe thjeshtesi zemre, duke levduar perëndina dhe duke pasur pelkimin e mbare popullit. Dhe Zoti i shtonte perdite kishes ata që e shpetoheshin. Perdite. Jo që do jave si në sinagoga apo që do muaj si në disa festa. Që do dite kishte mbledhje publike në tempull, në portiket ku që do jude mund të mesonte. Që do dite kishte vaktet e përbashketa në shtepite e anetareve. Besimi i krishtere i hershëm nuk ishte një angazhim fundjave këper shtatesh midis aktiviteteve të qera. Ishte struktura organizuese kendrore e gjithëgjëtese këtyre njerëzve. Shprehja shtepi me shtepi ishte historikisht vendimtare. Nuk kishte një vend të vetëm zyrtar mbledhjegje. Komuniteti shpërndahej organikisht në për rezidencat e shumta në lagjet e ndryshme të Jeruzalemit. Grupemet e vogla mblidheshin në pikat e ndryshme të qytetit, duke krijuar një rrjet të decentralizuar që dute ishte shumë me i vështirë për të identifikuar dhe shtipur se sanje organizate me selit e vetme dhe udhëheqje të dukshme. Dëshëngjat e mrekullite. Teksti përmend vazhdimisht se apostujt krinin mrekulli mbi natyrore ku ngjallnin frikënderueset e popullsia e Jeruzalemit. Shërimet ndodhnin publikisht, të verifikueshme nga kushdo që e dëshironte të hetonte. Veprat e apostujve kapitulli 3 përshkruan me detajë shërimin e nxënxheriu të sale që nga lindja të porta e tempullit e kuashture bukur. A ishte mbidizet vjes dhe ngjihej personalisht nga tek gjithë ata që frekuentonin rregullisht atë vend, pasi kërkonte lemoshe ati perdite prej dekadash. Pietri dhe Gjoni po ngjiteshin në tempull për lutjen e ores 3 e pasdites kur njeriu zgjati dorën duke kërkuar para. Pergjigja e Pietrit mbeti e regjistruar për historine. Argjen dhe flori nuk kam, por atë ke kam, po ta gjap falas. No emër të Jezus Krishtit, Nazareasit, çohu dhe ek, njeriu u sherua qastesisht, kiqet dhe kembet e tigju forkuan pas me shume se 4 dekadash atrofi. Ai hajri në tempull duke ekur, duke kërsier dhe duke levduar perëndajna me zete larte. Dhe turma ke e ngjite prejgjik gjithmone mbeti krejtesisht e habajtur. Këgjo mrekulli publike dhe e pamohueshme tërhoki e këshume vemengje sa Pietri shfritëzoi rastin për të predikuar për seri për Jezusin. Dhe rezultati i mengjëhershëm ishte arrestimi i të apostujve nga autoritetet e tempullit. Shte regjistrimi i pare historik i persekutimit zyrtar kundër kishes në lindje, por sigurisht nuk do të ishte i fundit. Kur u moren në pjetë që nga Sinedri, e ngjeshta gjikat e suprim ku e kishte denuar Jezusin gjave me pare, Pietri dhe Gjoni treguan një guksim binatiror ku e befasoi, edhe akuzuesit e tyre me të ashper. Teksti veren spesifikisht se udhëheqësit fetare mbeten të habitur kur verejten se ishin njerëz pa arsim formal, të konsideruar analfabete dhe injorante sipas standardeve akademike të reptate kohes. Por gjithashtu njohen me kartesi se kishin kene me Jezusin, dhe se diçka nga ajo shokeri i kishte transformuar plotesisht. Di mingje vjet me vone, me shume se 10 miliarde njerëz anembane botes ende mblidhen çdo jave për shkak të asaj që ndodhi atë mëngjes në Jeruzalem. Tempush gjigante me kapacitet për 10 migjera. Katedrale migjevjesare me shekuj histori. Kisha lagjesh në zonat e varfra. Salonet e improvizuara në zona lufte. Shtepi private në vende ku besimi ishte i kriminalizuar. Të gjithë, absolutisht të gjithë, e gjurmojnë origjinen e tyre të ajo dome, e tjeshte ku njëkind e njëzet njerëz vendosen të prisnin bashke një premtim. Tempulli i Jeruzalemit nuk ekziston me. U shkaterua plotesisht nga ushtrit romake në vitin 70, me pak se 4 dekada pas rreshagjave. Guret e tij monumentale u shkulen një nga një, saktesisht siç kishte profetizuar Jezusi kurta se nuk do të mbete gur mbi gur. Sistemi i sakrifikave ku e funksiononte prej me shume se 1000 vjet e shpushoi përfundimisht. Linja prifterore që rridhte nga Aroni u shpërnda dhe humbi funksionin e saj. Religioni judaik i këndërzuar në atë ndërtese fizike nuk mundi kurre me të funksiononte në të njëjtën forme. Por komuniteti ku e lindi në rreshagje nuk varej nga tempulli për të ekzistuar. Ku nga fillimi, mesoj të mblajdhej në shtepit e theshta, të mbarte besimin e tij kudo që të shkonte,
të ekzistonte pa strukture arkitektonike që mund të shkatërrohej nga ushtrite. Kur Jeruzalemi rane flake, te krishterët ishin tashmë të vendosur fort në Rome, në Aleksandri, në Antioki, në Efes, në Korint, në djetëra qytetet e qera të perandorisë romake dhe perte i kufejgjve të saq. Ndoshta trashëgimia me e madhe e asaj adhurimit të pare nuk këndron në ndërtesat madhështore apo në institucionet e ndërlikuara që u zhvilluan gjatë shekushve në vazhdim. Këndron në idenet helesisht radikale se Perëndia nuk banon vetëm në tempush të ndërtuar nga duart e njerëzve, sado mbreselenes këta gjene, se ai mund të shfaket fukishem në një shtepi të dhjeshta, midis njerëzve të dhjeshta, në ngjedi të dukshëm të zakonshme. Se kisha e vërtetë nuk ishte kurrë një vend geografik apo një ndërtese arkitektonike, ishte gjithmonë një prani e gjallë. Ata të krishterët e pare nuk kishin manual procedurash kishtare, nuk kishin shekuj traditet e grumbulluar për të konsultuar në momente dëshimi, nuk kishin garanci institucionale mbigjetese apo mbrojtje ligjore. Nuk e dinin nëse do të arrestoheshin, fshikulloheshin, vriteshin me gure apo krikezoheshin gjaven e ardhshme. Kishin vetëm njëri tjetrin, kujdesen e gjallet të Jezusit dhe ngjebin gjete palekundur se njeriu i krikezuar ishte ringjallur vërtet dhe kishte ndryshuar absolutisht gjithçka. Dhe kjo ishte mjaftueshme për të ndezur mbare botën dhe për të transformuar plotësisht rrjedhën e historisë njerëzore për gjithmonë.